Ajo çfarë kërkon kryetari i gjykatës lartë Sokol Sadushi është që gjykatat kur të japin vendimin për të dërguar një person në masën e arrestit me burg apo jo, do duhet të marrin në konsiderat tashmë një sër faktorësh dhe ky është një vendim unifikues që do të vlejë për gjithë gjykatat dhe do të krijohet një lloj standardi për gjithë personat, qoftë qytetar i thjesht, një person me rrezikshmëri të lartë, qoftë politikan e të tjera me radhë. Pra do duhet parë sa i rrezikshëm është një person përpara se të shkojë në masën e arrestit me burg, gjatë kohës që është nën hetim, flasim, apo mund të qëndrojë në masa të tjera alternative, arrest në shtëpi e të tjera me radhë. Ilir Panda, një nga antarët e kësaj gjykate, thotë që lidhur me zgjidhjen e caktimit të masës sigurimit personal, lind nevoja për një konsolidim të praktikës gjyqësore veçanërisht në raport me masën më të rëndë që është ajo arrestit me burg. Ky vendim mund të realizohet përmes një vendimi të gjykatës së lartë që të unifikojë kriteret interpretuese dhe të forcojë standardet e arsyetimit gjyqësor në përputhje me parimet e proporcionalitetit dhe karakterit ex ratio të arrestit me burg. Ndërsa është edhe një reagim tjetër nga zëvendës prokurori i përgjithshëm Arqile Koça, i cili ka thënë se nuk është ky standardi, gjykata duhet të arsyetojë më gjerësisht pse duhet të qëndrojë masa pas 2 muajsh. Standardi vendosur nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit kërkon ti thot prokurorit, "Ore, çfarë ke bërë për këto 2 muaj?" Duhet një rol më aktiv i gjykatës për të vënë në pozita prokurorin. E nisim së bashku Karanxha, si ish prokuror. Tani, çfarë synohet me këtë vendim unifikues? Sa lehtëson apo jo një qytetar të zakonshëm dhe kujt i vjen më së shumti në ndim dhe pse u bë tani? Shumë pyetje të bëra, po besoj ti i ezauron. Unë do të ezauroj. Para se të dalim, po them një diçka që ky vendim unifikues është pak me vonesë, por më mirë vonë se kurrë. Duhet ishte bërë më përpara, sot burgjet shqiptare janë mbushur plot. Fakti që mbushja e burgjeve, fakti që arrestimi i shtetatëve shqiptarë është konstatuar si i paligjshëm nga Këshilli i Evropës. Fakti që Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit në shumë raste ka konstatuar cënimin dhe shkeljen e Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit në lidhje me paraburgimin dhe kozjatën e tij, tregon një dështim total të reformës në drejtësi. Ose Karanxha, sa ku duhet të rrit dikush një i paraburgosur? Për bankersin 4 personat kaluan afatet e paraburgimit. Pra kjo është 9 muaj. Ne sot të gjitha me drejtsinë e vjetër, Andi, të shuaj afati i paraburgimit, prokurori që e shunte mbante përgjegjësi, sepse ti nuk je i zotit ta çosh çështjen brenda afateve në gjyq, sepse janë 2 lloje afatesh në kod procedure penale, lidhje me hetimin. Është afati i hetimit brenda kësaj kohe të cilët ti duhet kryesh veprimet hetimore, është dhe afati i paraburgimit. Pra, hetimi i këtij personi që ka afat hetimi tjetër që tetohet në gjendje arresti ose me masë tjetër sigurimi, sepse masa sigurimit të privon nga liria, nga disa liri. Pra, ka një kufizime, janë shumë kufizime trepta. Dhe fakti që po konstatohet nga Strasburgu dhe fakti që po konstatohet edhe nga organizmat ndërkombëtar tregon një dështim të reformës. Pse? Gjyqtarët dhe prokurorët shqiptar nuk njohin se ky ka qenë qëllimi. Njohësh vendimet e Strasburgut, pra ti nuk i njeh. Fakti që i fut njerëzit në burg tregon që ti s'njeh. Pra ti ke dështuar dhe konstatimi i dështimit nga gjykata është një fitore shumë e madhe. Lidhe me kozjatën e paraburgimit. Neli 283 i kodit, 263 i kodit procedurës penale ka përcaktuar masat për kontrafatet penale, që është 3 muaj, për dënimet deri në 10 vjet që është 6 muaj dhe për dënimet mbi 10 vjet që parasekon për dënimet që është disponon kodi penal. Për shembull vrasja me dashje, neni 76 është 10 deri 20 vjet. Afati i paraburgimit është 1 vit. Konstatohet zgjatja e paraburgimit. Në qoftë se ti nuk e ke çuar çështjen në gjykatë, domethënë s'ke arritur të sigurosh provat si prokuror për këtë që dyshohet që ka kryer një vrasje, çfarë ndodh me këtë që ka kaluar 1 vit në burg? Del ky? Tani, lidhe provat është gjë tjetër dhe paraburgimi është gjë tjetër. Atë më ndaj pak, sepse e shprehova unë gabimin, se aq e njohim se gazetari. Paraburgimi është 1 vit. Ke drejt as jashtë të 1-3 muaj. Por duke qenë se kufizohen liriet e drejtat të individit, duke qenë se është dhe parimi prezumimit pavajzisë. Se unë thotë ai unë se kam bërë vrasje, thotë ka bëj tjetër. Dhe ti më ble një akuzë. Ndërkohë unë bëj vit paraburgimi, zgjat prapë zgjat deri çon në afatet limite që zgjatet paraburgimi, këto janë të palishme nga Konventa Evropiane e Drejtave. Përse zgjat se kërkon të gjesh prova të tjera, kërkon të provosh fajsin. Përse e zgjat pra? Zgjatja është në kërkim provash. Në kërkim provash. Duke qenë se kemi vepër tron, ne zgjasim në një paraburgim se është vepër e rëndë, që duhet ta çojmë sa më shpejt në gjyq. Tani,
neve këtu jemi në rregull, por për të vendosur se ku është problemi, nuk po diskutohet për vrasje. Jo. Këtu po diskutohet për vepra të nivelit të rrezikshmëri më të ulët shoqërore dhe historiku i kësaj vepre është përdorim detyre. Cigare ashash. Kundravajtje penale, domethënë drejtimi automjeti në mënyrë të parregull që kryesisht lidhet me alkoolin. Kap ras brenda, kap ta me një cigare ashash, ras brenda në burg. Nuk e di çka na ide për tjetër tani këtu. Po futun dhe parkimin dysh e mbytën fare këtë historinë, po inshallah jo. Parkimin dysh, ke kultivimi lëndëve narkotike, ke drogat për shkakun që drogat si ashashin në 283 i kodit mbajtje penale se këta kapin dhe me një fik që mund të jetë fik buke dhe pa i bër fare ekspertinë tek Instituti i Policisë Shkencore, atje ta përcaktoj që është apo jo se ka kritere dhe kjo. Ka dhe raste, ka dhe raste që mënohet. Po këtu është problemi dhe keni se thotë dhe prodhim, domethënë ti del me një fik, po themi, del dikush me një fik e kanë thonë prodhim dhe mbajtje pa leje armëve. Ç'do të thonë prodhim tani? S'kan prodhuar, është e prodhuar kjo. Ai titulli i dispozitës është titull. Për i vërtetës dhe titulli neni dy që unë për çfarë s'jam dakord tek ky nen. Jo çdo armbajtje pa leje ka rrezikshmërinë e caktuar. Mund të jetë një ish punonjës policie është urgjet me një armë me vete, domethënë pavarësisht se është, ai nuk ka rrezikshmëri të tillë që të bëjë vepër penale. Pra këtu e ka 5 deri në 7 vjet. Këtu është hequr dënimi me gjop që ka qenë më përpara. Mund dënohesh dhe me gjop. Pra këtu vet sistemi ose vet ligjvënësit kanë bërë një ligj represiv. Pra nuk ka është rradhu dënimi me gjop. Këto kot thonë është dënim me gjop. Këtu po hiqet dënimi me gjop dita ditës. Pra këtu po kthehet ligjvënësi vet po i orienton shqiptarët shkojnë drejt burgut. Kemi një teknikë të gabuar legislative dhe të formulimit të kodit penal. Pra kemi radhimin e dënimeve me alternative, radhimin e dënimeve me gjop. Dhe burgjet sot pyetje Karanja, a mos ndoshta kjo, më fal se po ndërpres, a mos ndoshta kjo mënyrë represive se si po i trajtojnë prokuroritë dhe gjykata qytetarë shqiptar ka lindur si nevojë e atyre për të abuzuar dhe për të kryer le të themi akte korruptive në raport me qytetarin, duke i vënë le të themi pistoletën në kokë, që ti je për burg. I e nxit kjo korrupsioni në nivel prokurorisht dhe gjykatash rrethe, se ne syti mbaj vetëm nga spagu dhe gjykata e posaçme, kemi harruar ç'a bëhet te vërdall. Jo, s'kemi harruar. Kjo është një praktikë nxitur në vite. Harrum për dritat, i harrove dritat burg. Pra këtu kemi një frym politike legjislative, pra frym politike sepse fryma burg bëhet nëpërmjet ndryshimeve të kodit penal. Është ndryshuar lidhja e dritave është bërë burg, ndërtimi i paligjshëm është bërë burg, ndërkohë që ne mund ta parandalojmë. Pse ta lejmë tjetrin për shkakun siç ishin ngjarjet e thethit. Tjetri ka bë 5 katë shtëpi, ka u lek djersa se gjithë ishin njerëz ndershëm, kishin punuar në Perëndim, dhe ti i vet dinamitit. Do shembën, aty ku kemi vrash nuk pret. Po kuptonte? Se çano ju vu dinamiti burrit tuaj. Dhe ne pse ta dënojmë këtë individ? Ne ta parandalojmë pa ardhur vepra, dhe s'ka ti fusim njerëzit në burg. Ti i sheh me shpinën e fut në burg. Pra, kemi një teknikë legislative të gabuar që vjen nga reforma në drejtësi. Dhe i referoj të thënieve të gjyqtarit Gert Hoxha, zëvendës kryetarit të gjykatës së Tiranës, ke edhe prurje të kohët e fundit, kemi prurje të dobta për sa i përket magjistratëve. Po kemi lëndë të parë, kemi të dobët. Shumë lëndë të parë dobët, të cilët nuk njohin kodin e procedurës penale, njohin ligjin dhe njohin vetëm burgun. Pra, kush e njeh vetëm burgun? Ai që nuk njeh ligjin. Magjistrat. Jo, ai me letra është, por me shpirt i bie ai tjetë. Me letra ka dhe shumë gazetar. Me targa. Me letra. Disa gazetar dalin çdo vit apo jo? Targa po, targat i kanë. Ai targat i ka, letrat i ka, por parimisht i bie që të jetë shoku Stalinit. Do të jetë shoku Stalinit. Diçka shohun në këtë histori, kjo është një kërkesë për ti, nuk është kërkesë së dushit. Nuk reflektoj gjykata e lartë një moment, thotë shikose, jemi. E di pse them këto. Kemi bërë bal të punë. Jo, ka raste të tjera bindëse. Edi Rama kërkonte në kongresin e partisë pse nuk hetohet Berisha, pas 10 ditësh filloi hetimi. Kërkonte pse nuk arrestohet Meta, u arrestua. Kërkonte nëse ai do të ishte gjykatës me Erbenamend do ishte dindaj çfarë do bënte. Dhe ashtu u bë. Pra ne kemi shembuj plot të sjelljes publike të Edi Ramës dhe institucione dhe fatkeqësisht reagimin e tyre sipas oreksit të tij. Tani ka ja ca ditë që Rama bën namen se ne kemi të parapurgosur shumë. Ky është një problem real. Por përsëritja e këtij shqetësimi nuk është njeriu aksidental i rënë për shkak të procedurave në qeli. Halli i Ramës është vetë Rama dhe ti merr
ky zotëria Sadushi, ky që kishte orën 10.000 euro, aty edhe se nuk e di ka deklaruar, se duhet ta hetojnë. Edhe të tjera kusure, se ka dhe pyetje tjera nga shkura e drejtësisë. Por ai që me histori 2011 sa po na kujdeset ne, se ky me 7 kg hashash në kotet spulësh atje, i liruar në apel, por ato 3 momentet ku ata përpiqen të përqendrohet te rrezikshmëria e personit, tek shkaqet e tjera që duhet prokurori të provojë nëse masat e tjera përveç arrestit në burg, masa alternative pra, janë të përshtatshme, kush është e përshtatshme, kush është pa përshtatshme. Zotëri, këtu halli është se Verion Velia, Ilir Beqa, ministra e deputet tjerë që janë brenda po që do shkojnë. Belinda Balluku. Ma u zaurove pyetje. Belinda Balluku. Po e zauroja. Halli e Ramës janë njerëz të Ramës. Nuk janë shtetarët e Ramës. Nuk janë ata njerëz aty kanë rënë parasysh të ndryshme dhe vërtet kodi procedurës ka vend për të rregulluar. Po si kujtohet ti pas 11 vjetë? Ishte në kupolën e draftit të reformës së drejtësisë. Nuk e di këtë? Nuk dinin as objektin e hetimit të spaku që u lanë dhe policët për 5.000 lekë këtë qarkullimi, nuk dinin shumë gjëra që duan t'i rregullojnë tani rrugës. A kjo është njëkohësisht një pjesë e turisnisë të ushtruar mbi sistemin për të krijuar mbrojtje para se që do vinë, edhe për ata që janë se do bëjnë kërkesa të reja. Për vendimin e gjykatës kushtetuese para 2-3 ditësh mos gaboj, me zotit Meta ku gjykatësit kushtetues thonë aty se ka të dhëna se faktor të jashtëm do bindeshin se ky burri e ka bërë të vepër penale. Perceptim. Ai ishte arsyetuar mbi bazë perceptime, ajo çalonde pak. Jo çalonde, më ishte futja si ka opele zondi. Po çajnë këta zotrinj. Aty është me fakte me prova, jo me opinione me sondazhe. Ato ka mundësi e bindim në një që është duke ne te Rapi Tresh atje, se ky shfajtor. Pra ne gjykata kushtetuese janë të rrezik këta njerëz. Si punojnë kaq fasoneri këta. Pra, ka për ndryshuar gjëra, hajde ndryshoj. Ti duhet të dash në mbrosh. Këta që janë brenda dhe ata që do të shkojnë brenda sa të tjerë rrugës. Ti ke 6 muaj që mban Belinda Ballukun me thonë sepse ke radhën mas Ballukut. Po ky kryeminist. Po mirë more, ka 2 ditë këtu. Se lejm tjetër shumë i rëndësishëm anti. Po? Pamfleti ka botuar dje një padi të sill pra edhe elementet e përvushmërisë së asaj padje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Florida. Roni Afedi, ky izraelito-amerikani që ka marrë dhe tregtinë armë në Shqipëri, paditet po do prodhonin drone, ka zyrtarizë, domethënë se doli ministri i mbrojtjes. Drone do prodhojmë ne, aman. Jo do prodhonin drone, do prodhonin drone. Dronet do vinë ti mund të prodhoni si ka Kajo e ka kjo. Kajo, po. Tani, ky zotëria i Kajos është paditur në Shtetet Bashkuara pra në Florida, ka një biznesmen tjetër amerikan për një mashtrim për 8 milionë eurosh. 8.6 milion dollarësh. Dhe këtu të kjo padi përmendet kryeministri shqiptar Edi Rama si një nga kontaktet e Afeti i takuar me biznesmenin tjetër amerikan duke ndërtuar le të themi këtë skemën e bindjes për vjushmërinë e mashtrimit. Pa na del në për herë të tretë kryeministri i vendit pas Bilalit, që u bosi grua Bilalit me të pagesën $80.000 për foton me Obama. Pas Charlie na vjen tani edhe me Afetin këtu në histori mashtrimesh. Dhe ky po mashtron gjithë planetin më për. Po përfshin në afera korruptive në gjithë planetin dhe këta mira, domosdoshmërisht nuk është akuzë, mund të jetë përmendje që ka bëri takim, po nuk është akuzë. Po këto 14 takimet me Charlie, po këto 220.000 euro që i dha me Charlie, po këto bizneset dhe lejet e ndërtimit